se këtë nënë dhe prej një shkurtit deri me një gusht 2024 i ka dhënë afat kuvendit një afat prej 6 muaj që është afat standard ndërkombëtar që kuvendit me ilon me qenë se prik edhe probleme edhe çështje financiare, atëherë 6 muaj kohë që ta bëjnë një ndryshim të tillë. Ka data një gusht 2024 nuk është bërë. Ne si IKD kemi mbajt takime edhe me sindikatat, me gjitha sindikatat e sektorit publik. I kemi drejtu kërkesë edhe kryetarit të kuvendit, edhe kryetarit të Komisionit për Administrat që me e nis një ligj edhe me ndryshu këtë ligj, por nuk është bërë. Gjatë kësaj kohe, deri në fund të janarit të këtij viti, edhe kemi paralajmëruar padi ndaj kuvendit, ku do t'i organizojmë të 90.000 zyrtarët publik që të procedojnë me padi ndaj kuvendit në gjykatën themelore në Prishtinë. Ajo është hapur rruga pra për padi. Tashmë është hapur rruga sepse brenda në raport, në fund të raportit është edhe padia, formati i padis, të cilën zyrtarët publik mund ta shkarkojnë edhe të nisin procedimin ndaj kundër kuvendit, sepse është titullari që duhet me zbatu këto, janë udhëzimet e sakta se si procedohet. Pra është kë, formulari standard e një formular i padis profesional, se si bëhet një padi, edhe me këtë zyrtarët publik tashmë e fitojnë të drejtën, për të cilën kuvendi edhe qeveria është duke mohu prej një shkurtit 2024. Më shumë se sa një vit ka cenim të drejtave sociale, ekonomike edhe të sigurisë juridike të mbi 90.000 shërbëtorësh publik. Ne pravodhem, tash individualisht mund të ndiqet një procedurë gjyqësore, por nuk kemi dashur këto me bënë në mënyrë kolektive, edhe për këtë arsye organizojmë sot edhe një turiez ku i ftuam gjitha partitë politike, të cilat vetëm PDK dhe LDK morën pjesë, ndërkohë lëvizja vendosje as nuk refuzoi, as nuk tha që po vi. Përgjithësisht janë edhe ata për mos aren dhe për mos marrin parasysh të këtij ligji, por prej Partisë Demokratike të Kosovës që ishte e pranishëm deputeti në ardhje zoti Gruta, edhe prej deputetit aktual, edhe deputetit tjetër në ardhje zoti Zemaj, morëm garancione dhe lëshum një komunikat ku konkluzioni përpashkët është që menjëherë pas konstituimit të kuvendit ligji i parë që do të procedohet në seancë plenare do të jetë ligji për ndryshimin dhe plotësimin e ligjit për paguën e sektorit publik, në mënyrë që t'u kthejnë të drejtat këtyre zyrtarëve publik dhe të mos e ngarkojmë sistemin e drejtësisë me 90 milion të reja, sepse nuk janë vetëm 90 milion të reja. Në kuptimin edhe shpenzime të cilat fillimisht një padi minimalisht kushton ja 300-400 euro me u bërë. Fillimisht shumë zonë me 90.000 është kostoja minimale që deri në fund në aktgjykim do të kap 300-400 euro që pravdha minimumi do të jetë 35 milion euro që do t'i kushtoj buxhetit të Kosovës. Në fundit qytetarët s'kan me pagu, qytetarët kanë me u komjuzvarit të drejta, cilën kanë me fitu herë të kurdo me vendim të gjykatës themelore deri te gjykata supreme dhe te gjykata kushtetuese. Në rast se shteti bën ankesë. Dhe e tjetra është që totali që mund të mrri pastaj, sepse ne këtu kemi folur vetëm për gjykatat e rregullt, për procesin e rregullt, në rast se do të ketë shpenzime të tjera gjyqësore, do një ekspertizë, në rast se do të ketë në rast se nuk e ekzekuton në mënyrë të vullnetshme, pastaj kuvendi vendimit të gjykatave, atë të ketë edhe procedurë përmbarimore.